Në javët e fundit mediat kanë raportuar shpesh për mundësinë që NATO të tërheqë trupat e saj nga Kosova, duke krijuar pasiguri dhe spekulime rreth angazhimit të aleancës në rajon. Megjithatë, këto hipoteza janë hedhur poshtë nga NATO, e cila ka reaguar zyrtarisht për të qetësuar situatën, si përgjigje ndaj këtyre thashëthemeve dhe për të riafirmuar angazhimin e aleancës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka vendosur të vizitojë Kosovën më 11 mars. Lajmi për këtë vizitë është konfirmuar nga faqja zyrtare e NATO-s së premten, ku u theksua se Rutte do të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Gjatë vizitës, ai do të mbajë një konferencë për mediat së bashku me presidenten Osmani rreth orës 15. Në kuadër të kësaj vizite, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i shoqëruar nga ambasadorët e vendeve anëtare të aleancës, do të takojë gjithashtu disa nga përfaqësuesit kyç të misioneve ndërkombëtare në Kosovë. Pjesë e këtij takimi do të jetë komandanti i KFOR-it, Enrico Barduani, ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, shefi i EULEX-it, Giovanni Barbano, dhe shefi i UNMIK-ut, Caroline Ziade. Kjo do të jetë vizita e parë e Mark Ruttes në Kosovë, që e preemërimit të tij si sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Vizita ka një rëndësi të veçantë, pasi vjen në një moment kyç për stabilitetin dhe sigurinë e Kosovës dhe të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për më shumë se 25 vjet, misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka ofruar siguri dhe ka kontribuar në ruajtjen e paqes.